I dashur Ardi, ta shpjegoj unë pse Durrësi figuron si zonë pjesërisht e furnizuar 24 orë dhe pse ke bërë shumë mirë që ma ke dhënë votën në 2013. Kur ti më dhe votën, kishte 3 orë ujë në ditë, gjithandej. Që kur ti më dhe votën, kemi investuar për ujin e pishëm në Durrës rreth 60 milion euro. Më shumë se të gjitha vitet e tjera të mbledhura së bashku, me përfitues banorët e të gjitha njësive administrative të asaj bashkie, ku të mos harrojmë, s'ka pasur kur ujë 24 orë, se ka rëndësi ta kujtojmë edhe këtë. Atëhere, ne kemi rindërtuar apo ndërtuar krejt nga e para linjat e ujit pishëm në shumë segmente. Këtu kam shumë, por po të përmend nga lagja 1 në lagjet 13 plazh, 14 shkozet, 15 spital, nga Ishmi në sektori Rinia dhe deri në Manës, nga Hamallaj, Rashbull, Romanat, Shijak dhe Xhavzotaj. Dhe si rezultat, sot që flasim, disa zona të qytetit, si Spitalla, Porto Romano, një pjesë e Durrësit Ri, ose Ishkëneta, siç e quhen Bufi, apo zona e Nishtullës, furnizon 24 orë ujë në ditë. Dhe në ndërkohë, në pjesë e tjera, furnizimi varion 18 deri 20 orë, maksimumi deri në minimumi 4 orë. Ndërsa, në zonë rurale, 28 fshatra kanë furnizim me ujë 24 orë, 9 fshatra kanë furnizim me ujë 4 deri në 8 orë dhe 11 fshatra kanë furnizim me ujë 2 deri në 4 orë. Ndërsa në plazh furnizimi me ujë ka arritur 7-8 orë në ditë, por ama ka shumë rëndësi, e kjo të duhet për një me të majnë, që të informohen gjithë se brenda këtij viti, projekti i financuar nga Agjencia Franceze për Zhvillim hyn në rrugën e realizimit mbasi janë bërë të gjitha procedurat dhe fal këtij projekti, brenda mandatit 4 përmbyllim edhe të gjithë programin e furnizimit me ujë 24 orë në Durrës. E pra, shumë e thjeshtë. Shkop magjik nuk ka, por ama ta përsëris çfarë është bërë dhe çfarë është investuar për ujin e pishëm në këto 3 mandate nuk është bërë dhe nuk është investuar në dekada të tëra të marrës së bashku. Dhe mos harro në rang vendi, kur ne morëm detyrën kishin vetëm 4 zona urbane me 24 orë ujë. Sot kemi 43 dhe 98 të tjera zona rurale, ndërkohë që 11 zona urbane janë në kantier dhe deri në fund mandatit 4 përfundon gjithë programi kombëtar i furnizimit me ujë 24 orë edhe për 16 zona urbane dhe 37 rurale, duke e përmbyllur transformimin historik në sektorin e ujit të pishëm.